Moti i keq me rreshje shiu ka rikthyer sërish përmbytjet në qytetin e Lezhës këtë mëngjes, ku niveli i ujit arriti deri në 80 cm. Rreshjet do të vazhdojnë me intensitet edhe në 2 ditët e ardhshme, ku në disa qargje, kryesisht në jug të vendit, do të jenë deri në 100 mm shi. Rreshjet e dendura të shiut të rëna gjatë natës kanë sjellë sërish probleme me përmbytjet. Situata më problematike është krijuar në qytetin e Lezhës, ku uji ka mbuluar disa rrugë, duke vështirësuar lëvizjen e qytetarëve dhe automjeteve. Më e vështirë situata është në bloku 11 janarit dhe në lagjen Beslidhja. Banorët e këtyre lagjeve raportojnë se niveli i ujit arrin deri në 80 cm në shkallët e para të pallateve, duke u krijuar vështirësi serioze në lëvizje dhe duke rrezikuar hyrje në banesa. Luj për ditë, fëmijët pa shkollë, pa punë, s'ka ku me dal me marrë të bukë, të vështirë shumë. Ka hyrë në shkalla, ka kalu shkallën në parë, pallatit të shkalla ditë. Që nuk edhe në qizhën nuk kalos. Rikthimi i rreshjeve ka vështirësuar situatën edhe në zonat e përmbytura më parë, ku uji nuk është tërhequr plotësisht. Sipas sinoptikanëve, shiu që u rikthye do të jetë më intensiv të mërkurën dhe të enjten në zonat qendrore dhe jugore të vendit. Do jetë Vlora, Saranda, Gjirokastra, Përmeti, Tepelena, do jetë Korça dhe pikërisht sasia më e lartë do jetë në Gjirokastër dhe në Sarandë, që mund të shkojë edhe 80 deri në mbi 100 mm shi. Do ketë edhe Vlora problematika, sepse edhe në Vlorë pritet që timi nga 60 në 80 mm. Do jenë zonat e qendrës që do marrin shumë rreshje. Në zonat malore të Verilindjes dhe Juglindjes rikthehet sërish bora e dendur. Rreshjet e shiut priten të jenë prezent në të gjithë vendin deri të premten, pasi fundjava sjell mot të qëndrueshëm, por termometri do të ulet disa gradë. Një fundjavë tipike dimri, edhe pse është fundjava e fundit e vjeshtës, e shtuna dhe e diela, do të jenë pa rreshje, por të ftohta, sepse temperaturat në zonat malore do të zbresin edhe në 0 apo -1 gradë. Sipas parashikimeve, edhe ditët e para të dhjetorit do të kenë më pak ditë me rreshje, por temperatura më të ulta.